Kujtohet ka patur edhe një atentat para disa vitesh. Po, ka pasur 2 atentate. 90 vitesh. I pari është në 2011 dhe i dyti që ka qenë dhe më i rëndë është në 2015 në autostradën Tiranë-Durrës. Në atë atentat ka qenë bashkë me shokun e tij dhe bashkëpunëtorin e tij Emiliano Shullazi duke lëvizur me një automjet tip Golf 4 në drejtim të qytetit të Durrësit kur kanë rënë pre e breshërisë së automatikut. Ka qenë një atentat deri diku i ngjashëm me këtë sotmin, ka pasur dhe aty shkëmbim zjarri, por ndërkohë vetëm pak minuta më herët në pothuajse në qendër të Tiranës një tjetër bashkëpunëtor i këtyre kishte rënë pre një atentati mafios, pra ka qenë një natë shumë dramatike në raport me rendin dhe me sigurinë ajo asaj nate. Nga këto atentate nuk mbetën të plagosur. Zanafilla e tij në raport me problemet me ligjin nis po themi rreth 20 vite më parë. Në 2006 është arrestuar për herë të parë për armbajtje pa leje, pastaj emri i tij ka qenë i përfolur edhe atë që njihet si masakra e Durrësit ku mbetën të vrarë 4 policë nga Dritandajti. Është një person që është pyetur për atë ngjarje, ka mohuar akuzat dhe nuk është faktuar për pjesëmarrje apo roli i tij konkret në këtë ngjarje, pavarësisht se hetimi ka zgjatur disa kohë. Në 2011 u bë personazh i përplasjeve politike, pasi u akuzua së kohë se prishin një miting, ishte deputetja Vasilika Hysi, e cila njoftoi policinë e Tiranës për prishjen e një mitingu në qendër të Tiranës dhe më pas u bë shoqërimi i tij në policisë bashku me Emiliano Shullazin. Pastaj është atentati 2011 dhe atentati 2015, ndërkohë që në 2018 ka një vendim për dënimin e tij si pjesë e grupit të Emiliano Shullazit. Pjesëtarët e grupit janë dënuar me 55 vite burg në total, nga të cilat Gilmando Dani është dënuar me 12 vite dhe ishte liruar mos gaboj në 2024 me liri me kush për shkak se pjesën më të madhe të dënimit e kishte të shlyer pasi arrestimi i tij është bërë që në vitin 2016 dhe nga përllëngaritja e kohës. Nga informacionet e fundit që kemi është që në datën 7 nëntor mos gaboj ka lëvizur drejt Spanjës dhe sot sapo ishte rikthyer nga Barcelona, vetëm pak minuta pasi ka zbritur në aeroportin e Rinasit. Ka marrë një automjet nga një kompani me qira dhe sapo kanë tentuar që dalin nga rruga kryesore e Rinasit. Kanë qenë të dy në Spanjë apo ka pritur? Jo, nga ato informacione që kemi kanë qenë të dy në Spanjë. Kanë qenë të dy në Spanjë, ka qenë i shoqëruar dhe në momentin që kanë hipur në automjet, aty një automjet tjetër është afruar paralelisht dhe aty ka ndodhur dhe shkëmbimi zjarri që është skena që shpjegoi dhe kolegu jo. Gilmando Dani, krau i djathtë i Emiliano Shullazit. Në momentin që Emiliano Shullazi është pashekur dhe ai ka qenë jashtë, mund konsiderohet që ka qenë ai, po themi ne, mbarvajtësi i punëve të grupit. Historiku i grupeve kriminale në Shqipëri ka treguar që kur kreu i bandës është në qeli apo është në burgim, përgjithsisht drejtimin e grupit e marrin bashkëpunëtorët e tij më të afërt. Pra, duhet të kemi parasysh ne po flasim për një grup madh i cili ka 20 e sa vite që operon në Tiranë. Dhe Gilmando Dani ka qenë ndër njerëzit kryesorë dhe ndër njerëzit kyç të këtij grupi. Pra pasi emri i tij na del pothuajse kudo në çdo ngjarje ku vetë është Emiliano Shullazi. Më fal, liria e tij me kusht nën kupton që ai ka qenë mbikëqyrje policore? Në kushte normale Sonila do të kemi parasysh institucione, qoftë policia e shtetit apo qoftë institucionet e tjera përkatëse, në momentin që kanë indicie që personi që është në liri me kusht po e vijon aktivitetin kriminal, që mund të jetë gjallëvënia, mund të jetë përfshirja në trafik ndërkombëtar të lëndë narkotike, edhe gjitha normalisht do duhet të jetë hetime shtesë, do duhet përfshihet dhe shërbimi informativ në këtë histori, po situata është pak komplekse Sonila dhe ne duhet ta pranojmë pasi aktiviteti i grupeve shqiptare nuk është më në Shqipëri. Ne dosjet e Sky ECC na kanë faktuar që grupet shqiptare janë të përfshira masivisht në atë që është trafiku ndërkombëtar i lëndëve narkotike, ku disa nga bazat kryesore janë vendet e BE-s, Spanja, Belgjika, Italia, Franca. Edhe normalisht kjo e vështirëson pak punën për të kuptuar se ku është konflikti, pasi mund të ketë disa pista për konfliktin. Jemi akoma larg pra pistës. Por prezenca e një punojësi të Agjencisë Mbikëqyrjes Policore. Ai kishte 3 muaj. Ke mundur të marrësh informacionesh në periudhë prove? Ka informacione shumë vakta në raport me personin. Kishte vetëm 3 muaj që ishte bërë pjesë e AMP-s. Më herët nga ato që mësova ka qenë pjesë e strukturave të forumeve rinore në Partinë Socialiste, por mora shumë pak informacione sa i përket skedës penale të paktën dilte që rezulton i pastër, pra nuk ishte, por duhet parë dhe duhet hetuar roli i tij në gjithë këtë histori dhe raporti i tij. Çfarë thot një agent i Agjencisë Mbikëqyrjes Policore, që ta kuptoj dhe publiku? Një agent i Agjencisë Mbikëqyrjes Policore duhet të kemë parasysh është struktura e cila monitoron punën e policisë së shtetit dhe është struktura mbikëqyrëse e policisë së shtetit. Po duhet të kemi parasysh që kur flasim për AMP-n, është një institucion që ka një historik vitet e fundit
ku mund të flasim për skandale, qoftë me atë me nxjerrjen e dhënave apo qoftë me përfshirjen e tyre në veprimtari kriminale. Po ne duhet kemi parasysh Sonila që kur flasim për armatën e policisë shtetit, ka pasur një problem masiv me kriminalizimin që nis pas asaj që është projekti i kanabizimit vendit. Dhe janë disa ngjarje të rënda ku nena dalin të gjithë të përfshirë zyrtar apo drejtues lart policisë shtetit. Qoftë nga ish shefi operacionales apo qoftë nga ish drejtori i qarkut Lezhës që dilte pronar me përqindjen e parcelet e kanabisit apo në lërat e fatit, apo edhe në momentin e zhdukjes së Ervis Martinit, njeriu i fundit që ka qenë në shoqërinë e tij punonte për policinë, është një efektiv policisë shtetit. Ndërsa rasti konkret do duhet presim pak për të kuptuar rolin e tij specifik në këtë histori, po patjetër që është një ngjarje e rëndë në gjitha dimensionet në raport me rendin edhe me sigurinë, se është një detaj që duhet theksohet Sonila. Po flasim për zonën më të sigurt në Republikën e Shqipërisë, që është aeroporti ndërkombëtar i Tiranës. Ne aty kemi pranitë policisë kufitare, ne aty kemi pranitë policisë rrugore, ne aty kemi pranitë të policisë së shtetit, pra janë 3 struktura ligjzbatuese. Ne aty kemi dhe pranitë të policive private që shërben qoftë për bizneset aty apo që janë pjesë e strukturës së aeroportit të Tiranës. Është një nga ata, patjetër, është një nga zonat më të mbikëqyra në Shqipëri dhe ne duhet kemi parasysh që është një nga akset më të ngarkuara në Shqipëri. Ky atentat mund kujton vetëm guximin që morën atentatorët që i bën atentat Brillant Martinajt në aksin më të rënduar në vend. Pra trafiku që është në atë aks pothuajse në çdo orar të ditës, pavarësisht superstradës, autostradës re, po themi Thuman Kashar apo rrugës tjetër aksit Kamzës, është sërish një aks shumë i frekuentuar që ka ngarkesë. Dhe mbi të gjitha, për te fakti që është super e populluar, qoftë nga banorët e zonës apo qoftë nga banorët që zgjedhin të shkojnë në veriun, aty gjithmonë kushdo që kalon atë aks, unë e bëj shpesh atë segment rrugor, aty ka patrullat shumëta policie, ka patrulla policie në të dyja krahët, edhe nga krahu që vjen drejt Tiranës, edhe nga krahu që shkon drejt Fushkryes, apo dhe nëse zgjedh që të nisesh të shkosh drejt Vorës. Skema është e përsëritur, automjeti është gjetur i djegur në fshatin Halilaj të Fushkryes. Një detaj të fundit, Elkeri para se të kaloj dhe ke të ftuarit e tjerë. Nga shpjegimi që bëri Klajdi Bodulj dhe ai bënte të detajuar sepse shihte në kohë reale. Ka parë pamjet nga më ka bërë përshtypje që mu në rreth rrotullim, sepse goditja me breshëri ka ndodhur pak përpara se makina ta afrojë. Në rreth rrotullim ka dalë autori nga automjeti tip Toyota edhe në atë rreth rrotullim që është aq i mbikëqyrur që ka dhe njerëz, atentatori ka patur kohë të dalë nga makina, të shkojë, të hapi derën e aty ku ndodheshin viktimat. Ajo çfarë është më e rëndë në gjithë këtë histori është fakti që atentatorët kanë pasur informacion për gjithçka. Ato kanë pasur informacion edhe për faktin që ndoshta ndodhej jashtë shtetit, paktën me sapo kuptojmë se është diçka shumë e vështirë që dikush të vritet sapo shkel tokën e atë tij pra. Domethënë dhe policia e shtetit kur bën arrestime të bujshme, nuk kemi parë në një rast arrestimesh që sapo ka zbritur në aeroport, është arrestuar. Paktën Antoni është kemi rastin e jam marrë për Mbappezit, po shtetër histori. Nuk është pjesë e krimit organizuar. Po flasim për personazhet botës krimit. Pra unë vitet e fundit të paktën nuk mbaj mend që në një nga ato 251 personazhet e botës krimit që s'pa ka lëshuar urdhër arresti që ka dhe urdhër arresti ndërkombëtar, unë nuk di një rast aq eficient që në momentin që zbret të bëhet ekzekutimi, të bëhet ndalimi, të bëhet shoqërimi, pra, dhe kjo tregon që kemi të bëjmë me një grup shumë të strukturuar kriminal që ka marrë përsipër. Dhe me informacione të brendshme. Absolutisht që me informacione të brendshme. Është e pamundur që ti të sigurosh informacion për shtetas që lëvizin në vende të ndryshme të Europës, momentin kur vinë, momentin kur dalin, me çfarë makine lëvizin, pra tregon qartë që ne kemi një koordinim mes personave që kanë informacion brenda këtij aeroporti, se çfarë ka ndodhur me lëvizjet, me oraret, me vendin ku është parkuar makina, me aksin, me segmentin rrugor që të ndjekë, dhe personave të cilët kanë qenë jashtë që kanë marrë përsipër realizimin e kësaj ngjarje të rëndë. Dhe mbi gjitha lehtësia me të cilën ato kanë arritur që të përshkrojnë 14 kilometra rrugë, 14 kilometra rrugë pa hasur në një postoblok policie, ndërkohë që ngjarja është marrë vesh me sekonda para. Redaksia e Syrit Televizion përmes kolegut tonë Klajdi Bodulli. Klajdi ka zgjatur 2-3 minuta, shumë ka breshëri e parë dhe derisa janë siguruar. Ngjarja është marrë vesh në media, në harkun kohor të 2 minutave, ngjarja ka qenë prezente në media dhe është një kohë shumë e mjaftueshme që komisariati Rinasit, po themi, të njoftoj patrullat që të ngrihen, ose pse jo të mos ngrihet një helikopter për shkak të specifikës edhe për shkak të dinamikës. Ne i përdorim helikopteret për videoklipe. Mos harrojmë që në atë pikë është edhe hyrja VIP e aeroportit. Atje kalojnë edhe zyrtarët më të lartë, pra në atë kohë reale mund të ishte kushdo një rrethjet veçantë. Antoni, do ta them, është ironi e